Banorët e qytetit Buzsharrit pas përshëndetjes më njerë kapen për temën referendum. Përket po diskutohet gjithkund dhe me të gjithë, të afërmit, miqt, fqinjt, tregtarët. Në mungesë të blerësve ne shfrytzuam kohën për t'i pyetur se a do të dalin në referendum të dielen. Me gjithë zemër, do të votoj. Për çfarë arsye do doni me votu? Po do të votoj për arsye se do të bëhet diçka më mirë. Znači treba se izleze se glasa, da se izleze od ova bezna i toliko. Inshallah një të mirë për të rritë, se më ne s'kena më shka të presme, po inshallah e gëzojnë këtë të rritë, këtë referendum, inshallah këtë liri. Tregtarët e tezgave të mbushura me një mirësjellje prisnin të blinim diçka, por këtëherë ne nuk i pyetëm për çmimet, por për atë se sa e kanë kuptuar marrëveshjen e Prespës. Mbetet mbiemri Maqedonas edhe për gjuhën edhe për qytetarët. Po si di, me këto politikanë po thonë herë ashtu, mëse ç'ish bëhen se di. Македонски, нормално, че остане македонски. Дали со договорот само етничките македонци ќе останат македонци или ќе се и преименуваат во северно македонци? Па сега, што знам, тука има некои си полемики, сега не знам, тоа политичарите подобро го познаваат и луѓето кои се бават со таа проблематика. Ja, ato të mbeten më së nas etnik, ato qëtër nuk përkrajnë, po kjo do t'jese për në bashkimin evropian, për asë, kja pozitiv, nuk i pengon as Macedonës që ka me ndruajnë, ai veç që ka me fitu. Deshtëm të dëgjojmë edhe mendimin e studentëve të këtij qyteti, mirë pa për shkak të obligimeve rreth provimeve, nuk ishin të disponuar të flasin për ne, por para kamerës tonë u ndal një pedagog i tyre. Edhe atë pyetëm se si interpreton pjesën e marrëveshjes për përdorimin e mbiemrit Maqedonas. Sipas emrit do ta marrin edhe emrin e shtetit, do ta marrin edhe emrin Maqedonas të Veriut, por për brenda ata vetë asnjëherë nuk do ta përdorin. Kampinjën time do të thirrën Maqedonas. Qëllimi i përdorimit të emrit do të jetë për përdorim të brendshëm apo ndërkombëtar? Përdorimi i emrit është sipas marrëveshjes, sa kam kuptuar, do të jetë edhe për brenda edhe për jashtë. Do të jetë Maqedonia Veriore, se për arsye se ekziston edhe Maqedonia Jugore. Kështu një pjesë e tetovarëve e interpretoi marrëveshjen e Prespës. Çfarë do të thotë kjo për votimin e së dielës, sa do të dalin dhe si do të votojnë, do të shihet pas mbylljes së 117 vendvotimeve në komunën e Tetovës më 30 shtator.